Kujdesi për jetimin. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush kujdeset për një jetim duke e mbajtur me pasurinë e tij, derisa ai për jetimi të bëhet i pavarur, për të është i detyrueshëm xheneti pa asnjë dyshim. Kjo thënie e të dashurit të zemrave tona, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, tregon vlerën e madhe të kujdesit për jetimët. Ai që e mban një jetim duke i siguruar ushqim, veshje dhe nevojat e jetës me pasurinë e tij, derisa jetimi të bëhet i aftë të kujdeset për veten e vet. Ai për kujdesës fiton xhennetin e premtuar nga Allahu. Kjo tregon rëndësinë e mëshirës, solidaritetit dhe përgjegjësisë shoqërore në Islam, veçanërisht ndaj atyre që kanë humbur mbështetjen familjare.